Në shumë faleminderit që m'bat ftesë ke emisioni juaj. Asgjë. Unë doja të merra pak kohë televizive nga emisioni juaj sepse do t'i bëj thirrje rinisë shqiptare. Bëja Ta dëgjojnë Edi Ramën kryeministrin sepse ai nuk flet kot. Do të thënë me ardh shqip në këtë Gjermani, ka thënë ai që këtë nuk shtyhet. Është e vërtetë 100% ti. Çfarë është keq, ha? Por jam unë. Po. Kam ardhur që se ka mori Pernia trut e kokës, më thaj. Po pra shkova atje. Po pra, isha mirë në Shqipëri valla. Për zotin. Isha mirë ne pa punë, pa perspektivë, pa gjë. Rri kafe gjithë ditën zë. Po aty ke kafe lagje se këto gjërat. Më thaj kushëri, hajtë se do të gjej punë në Gjermani. Erdha bëna specializim për montator për gjëra kështu, mor diku ke 7.800 euro në muj. Çfarë thua? Po pritet se nuk duket as shuaqja thjesht ti. 7.800 euro. Po kam për të paguajtur në Tiranë. Po 650 e paguaj në Tiranë. 650. 130 euro paguaj ngrofje, ftofje, ujë, këto drita gjona internet. Kaç pak? Sa i bie 780, ë? Pak duken ty. Vallai. Nëse pastaj kam ushqimet maksimumi me 50 euro mush bagazhin e makinës e G-klasit e mush plot me. Ja 200 euro në muaj. Ja 200 euro në muaj ushqime. Çfarë thua? Te prënja 5.600, 5.400 euro çelta në muaj. Shkreti ti. Me i prish për qef, po ç'është ajo ti? Ai dilet me 5.400 euro në muaj tu. Ja, shumë skandaloze. Më mirë këtu shkove minus. Ose ik në Saranë, si tha kryeministri, merrna 30-40.000 euro. Po nuk ka orti fiso. Orti se tu nuk i dilet orti, mu me 5.600-700 euro në muaj sa më teprojnë. Unë i marr lek plakës shkreta që rria ne me pension, për shqyr që i ka rrit pensionin e Edi Rama. Çfarë thua? Shqyr që rriti se unë i kam pas fat gjithmonë asaj në fund muajit e mesha, o plake, çka keni bë mirë, si keni kënë thotë, ane nga Gjermania mirë. Hajt më dise më me vujt me gjona. Edhe niste nga 60.000 lekë muj. Të niste, që të haje bukë në Gjermani. Po, që të hajsh kënese kënej vdiset për bukër ti. Për zotin, 5.000 euro kursim tha. Po shqyqy që i rriti pension e Edi Rama, nga 60 nis 74.000 lekë të shimojër. Po, je më mirë tani. Për vitrim nisi i 124.000 lekë, se nisi dhe të 50.000 lekë që e shpërbimi, sa. Ma e ti thasë. Se ne na dalin kënej, tha. Asha Edi Rama, po mos ja kishte bërë rritjen, ha? Do vdisje për bukë aty në Gjermani. Tamam. Boj për vdek për bukë jam të vdekur erti, se unë kënej s'po morin vesh çfarë po bëhet erti, unë jam shnosh nga stresi erti, nga 54 kg që kam ardhur, tu kam ka ardhur tu në fillim. Kam shku 82 kg. Oj, shkreti. Vetëm nga stresi. Po. Stresi me shnoshme. Kujdes mos vete në spital andese, do marrësh vetëm qaf. Po në spital erti, isha në punë. Isha në punën, në orë të punës në plasë apandesiti. Ato unë kështu të i thanë jasë se më thaj punëtorët se mos e bëj si të madhe. Çfarë thua ti, do një shku në spital publik këtu në Gjermani. Po më spital bërë ti s'ka. Pse? Tek pull aty erti. Tek pull në dhoma ti ma operun atës ngeli as shenja si gjo. Po ne dume na ngel shenja që ta tregojmë njëri tjetrit që shik këtu jam operu. Këtu më gjutëm pistoletin. Po nuk ngeli as shenja si gjo, po mirë atë. Po tu nejt aty gjithë natën pa gjumë erti. Pse? Po tu prit kur do vi pasruese me vjedh lekët. Çfarë? Po pra se në Shqipëri ka njerëz që durojnë te koka. Po ne pak të ka pas net plaka që rritet si rrute mos vite pasruese me vjedh lekët. Ose kur marron dhe sorumi që. Po pra që ose me ndru. Po atërdi. Atë në Shqipëri kishte lezet olla. Po pra. Deshe me ndru serumin e thosha plakës plaka të 4 vjeç. Shkote vap ke ka di dytë, thoshën e ken ka 3 doktorin. Dikën ka 3, thoshë e ke klubi përballë. Kur thoshë ke klubi përballë, thoshë ma merr dhe kafe kur të vish. Po tamam, po do të vështirësi e bër. Jo, shiko, ke të drejtë se edhe aty në Gjermani nuk jep lek doktorëve dhe s'di ta bëjnë apo jo shërbimin. Kurse këtu i jep lek edhe di që do ta bëj ai shërbimin. Atje në Shqipëri kishte lezet alla se sprekte njëri me dorë, s'kishte njerëz për dall, kurse këtu shtypi buton aty. Vin 15 doktorë direkt çka si ai e mirë, shakën fygën tigën. Bezdisin ashtu. Bezdisin apo në pikë hallin tati e smur të vinë ato si e ai e mirë. 15 vete aty gjithë. Ore, po me këto lekët që kurse ç'a barbur. Po ç'a të bëj valla, nuk ku dalin lekët e kursimit erti. Lekët e kursencat kjo. Ne kena halle këtu thot. Po mirë atë, po gjumi erti. E disa herë më ka bë vërejtë ke puna ertivis. Pse? Po nuk ndel gjumin nesër ti nga qetësia. Qetësia. Po qetësia e madhe, ku ka këtu që të vi kamioni plenave me 6 mjesit, bllokohet rruga Si aty. Shqipëri, po fillojnë kazanat tu për plasë. Edhe ata komshin që ke parkuar keq ti ke zë rrugën.
Ka parku në njëni dysh aty dhe I bje Borisa që mjes këtu. E disa herë ka rreziku me iq nga puna vërti. Po atë gjumi, a? Qetësi e madhe vërti, që fletër më duhet ai qetësia, por duhet çik shuar, më çik ku diun. Jetë aktive më, po s'din Sa ma gjermanët. Po s'din gjermanët më. Ore unë isha mirë në Shqipëri valla vërti se këtu po ngel me 5-6 mijë të qelta në muj. Hajde ktheu o burr, hajde ktheu. Tamam. Po çeti, ore do kthehem vërti, po më ka jetë vërti, se sa ta nesër se plus që jena mësu me vujt në Gjermani. Ah, po, se me ardhmë në rehat në Shqipëni unë sritet. Je I ri për në rehat. Po që ti bësh për ndaj. Po pushime shkoni me pushime se këtu bëhet nami pushime. Po çfarë pushime që hikim ndonjëherë çdo fundjavë vjen në Amsterdam, në Venecia, nëpër Paris, nëpër Belgjik, në Bruksel, gjasa hikën. Sa ne ngaxhoni kështu zakonisht, se këtu dërmiu 10.000 euro. Po çfarë dërmiu, kur isha në Shqipëri isha në rregull, me ekonominë time, shkosh ke lokale lagjes. Meshë I kafe ujë pagas, I thosha do t'i vi mas ne. Mas ne hiksha ke lokalitete, s'kalosha 2-3 ditë aty, se I mesha 5.000 lekë shplagës, me morja cigarë, hap me gjanë e kështu. Rahat Allah, jo si në Gjermani atë, që ku ti çosh lekë. Po që flet edhe, s'po dim ku ta shu. Stresesh, po. Po nuk Allah, kështu që I baj thirrje rinis, ju lutem një gjoni më Dirame, mëse nuk flet kot ai erdi. Nuk shtyhet, nuk shtyhet nerë, këtu s'ke ku me pi kafe me njëri erdi. Po. S'ka njerë ku ka njerëz gjithë punë aty. Jo, e pin kafe njerëzit, po e pin. Shpejt ikin punë. E pra. S'ke me nejt dhe me thënë, e kam lafin që me nejt me... Të dystohesh? Nuk shikon Ramën aty në televizor. Po shofë asnjë, shofi vetëm filma gjermanisht, s'janë as me titra anglisht ose shqip pak të dish. Shumë hallësh filma. Pas doli çik luli aty, Rama, Basha, Sala këto, Likja këto. Nuk shtyhet. Mirë, inshallah po ta dëgjojnë thirrën edhe ty këto të rinë shqiptarë. Inshallah. Ato që kanë ngelse të rinë. Inshallah vetëm mos hajt në këtë Gjermani se nuk është ashtu si nuk është si në pralla me pak fjalë. Po, është më mirë. Stakën fikën tingon, fongën. Po, shtragën. Treshën a më gënën. A më gë treshëm duke sa ta se. Dhe kisën ne ku ikën fakën ty. Ah, zoti më. Nëse